duhet me e përcaktue mbledhjen, shumën e këtyre elementeve dhe këtyre elementeve. Atërës në këtë qeli e përcaktim këtë shumë është baras dhe tash e bëjmë sumë. E hapim klapën, e zgjedhim elementet e qelis parë. E bëjmë presje ose pik presje, marrë prej sistemit, te unë e po thot këtu presje, dhe tash i marrë elementet e sistemit dytë, e mbylli klapën, dhe unë e fitova shumën e elementeve të parët e dytit. Si zgjodha elementet e dytë, ju kujtohet duke shtypur CTRL-in dhe me thonë duke të rjekur miun poshtë. E llogaritim vlerën, është 530, do me thonë kjo vlera që është da. Funksioni mund të thirrët edhe me insert function, dhe tash këtu e gjojmë funksionin të cilin ne dëshirojmë me definu që sum, kuna i pas sharimet, do me thonë shumën sum numër 1, numër 2, do me thonë numër 1 dhe 2, dhe qoftë se dojmë ma te pas sharime, atëre shkojmë të help this funksion, dhe në paraqitet dritarja, me sqarimet plotësuese për këtë funksion, përshkrimi i funksionit, sintaksa si shkruhet, çka e paraqit numër 1, numër 2, shembuj konkrete, do me thonë të cilat janë të punuar këtu në këtë rastin. Do me thonë mjafton që edhe ata pakos që kuptojnë anglishtën mundin ta kuptojnë këta. Pasi i thonë asum, atërës na paraqitet dritare tjetër, këtu na propozon që me shkruaj prej Sanishi deri Peshi. Na s'po shkojmë ashtu, po i thona kështu, tash po shkojmë peti. E marrim zgjedhjen, pe shtypim CTRL edhe këtë zgjedhje pe marrim, dhe tash i thona kthejnë se sa është rezultati, shiqoni këtu, i thona OK, dhe e kemi shumën e donën, do me thonë në këtë rasin